Më lejoni që edhe njerë nga thellësia e shpirtit të shpreh dhimbjen dhe keqardhjen më të thellë për familjet e viktimave të kësaj tragjedie. Humbja jetëve përkafshme është plagë që nuk mbillet kurrë. Por ajo që është më e rëndë është padrejtia. Nga se shprehem se ky gjykim nuk synon të ta nxjerrë në pat të vërtetën, për të gjetur të vërtetën e kësaj tragjedie. As fajtorët, as të kësaj tragjedie. Të zbuloj arsyet e zjarrit. Pse ndodhi zjarri? As kush ishin përgjegjësit për ndërtimin e një objekti që do të silletët. Si dhe nuk shqyrtoj se kush lejoi që jeta e njerëzve të vihet në rrezik. Jo. Ky gjykim u kthi në një gjueti faj ndaj atyre që nuk kanë pasur as fuqi, as përgjegjësi për këtë tragjedi. Mua më akuzuan për mungesë të aparateve për zjarr. A në fakt unë vetë kam qenë kundër këtij objekti. Më kanë refuzuar edhe kam refuzuar ta pranoj këtë objekti. Ja shifni këtu poshtë. Kam dëshirë ta shifni, por nuk jam e nënshkruar. Edhe dokumente të tjera shifni këtu që kam. Këtë din edhe prokuroria, e din edhe gjyqi, e din këtë instancët edhe nuk e kam pranuar, edhe në përmbledhje e kam cek, edhe ekziston dokumenti, nuk e mund parasysh. Edhe pse dëshmitarët konfirmuan që ka pasur aparate, edhe ne gjatë procedurës arritëm të dëshmojmë se ka pasur aparat. Edhe pse të gjithë e pam ne se në si tana, sa atë zjarr nuk do të ndalte asnjë aparat dore. Kjo nuk është drejtësi. Kjo është mangje e vërteta. Unë nuk kërkoj mëshirë. Unë kërkoj drejtësi për viktima dhe për veten time. Kërkoj që të zbulohet e vërteta. Familjarët e viktimave nuk e meritojnë një shpjegim sipërfaqësor dhe një fajtor të rem siç ndodhi sot. Ato meritojnë të dinë të vërtetën dhe për këtë të vërtetë do të flas gjithmonë edhe nuk do të ndalem. Faleminderit.